Punimet në aksin Qukës-Qafë-Ploç, një nga më të rëndësishmi dhe një prej investimeve më të mëdha të vendit, janë drejt fundit. Mësohet se punimet janë duke vijuar me ritme të shpejta në të 3 lote dhe rruga do të jetë gati para vjeshtës. Pamjet nga kantieri punimeve tregojnë se ka nisur asfaltimi dhe i pari segment që pritet të hapet është ai që shmang qafën e Ploçës dhe më pas shmanget Qafstana. Kjo vepër infrastrukturore do të shmang kthesat e lodhshme dhe të rrezikshme, duke garantuar siguri dhe një lëvizje më të shpejtë e më të rehatshme drejt juglindjes, veçanërisht në muajt e dimrit kur aksi ekzistues shfaqo pak problematika. Projekti bazë për ndërtimin e 3 loteve të aksit rrugor Qukës-Qafë-Ploç është hartuar vite më parë, por për shkak të problemeve me projektin ku pan mospërputhje mes projektit dhe terrenit apo mungesës së fondeve, punimet për përfundimin e rrugës u vonuan. Pasi kalvarit të gjatë, kjo rrugë do të jetë aksesueshme shumë shpejt. Projekti bën të mundur aksesimin e trafikut që kalon nëpërmjet korridorit të 8 nga aksi rrugor Tiranë-Elbasan me pjesën e juglindjes, si dhe shkurtimin e distancave me pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, qytetin e Korçës dhe më tej. Po ashtu rruga lehtëson trafikun, ndikon në zhvillimin e bujqësisë së zonës rurale të Mokrës dhe fshatrave përreth, si dhe shkurton kohën për transportin e mallrave nga porti Durrësit për në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Aksi Qukës-Qafë-Ploç afron qytetin e Korçës jo më shumë se 120 kilometra nga kryeqyteti. Pra me ritmet e reja të lëvizjes së mjeteve dhe përfundimin e rrugës, distanca Korçë-Tiranë pretendohet se do të kryhet për jo më shumë se 1 orë e 30 minuta. Segmenti i ri do të ketë një gjatësi prej 43 kilometrash. Rruga në 10 kilometrat e parë kalon përgjatë lumit Shkumbi dhe më pas vazhdon me malsinë e Mokrës, zonë që njihet për male të larta dhe të thepisura, por për shkak të kësaj do të ndërtohet një numër i madh muresh mbajtës dhe pritës, me më shumë se 20 ura dhe një tunel 375 metra i gjatë, por tashmë punimeve dhe pritjes po i vjen fundi dhe të gjithë ata që do të udhëtojnë drejt Korçës, po Gradecit dhe zonave të ndryshme të juglindjes do të kenë një rrugë dinjitoze.